Duke e parë sjelljen e deri me tanishme, po shkojmë drejt zgjedhjeve, apo nuk është që do të mund të qetësohet në ndonjë lloj lehtësimi drejt krijimit të ndonjë koalicioni të madh. Është shumë i vështirë koalicioni i madh me lehtësim të vogël apo të lehtë. Nuk ka diçka të lehtë në këtë aspekt. Kemi të bëjmë me dy rival politik, jo armiq kombëtar apo kështu ndërkombëtar, por kemi rivalitet politik shumë të madh mes asaj që ka përfaqëson PDK-ja dhe çka ka përfaqësuar PDK-ja dhe asaj që ka përfaqëson dhe çka ka përfaqësuar vetëvendosja dhe cilat janë kauzat edhe rrjedhimisht bindjet, disponimi edhe përkraja që këto dy partit mund të kenë apo mund të humbin në aspektin elektoral. Prandaj nuk ka lehtësim të lehtë. Është e dyshimit edhe nëse do të kishte përfshirje të drejtë për drejtë, se lërë më lehtësim të lehtë, easy facilitation, këtë rast nuk ka për këtë hard coalition, që nuk konsideroj që mund bëhet. Prandaj zgjidhja më reale, më optimale është shkuarja në rivlerësimin edhe kthimit të Sovrani edhe një herë. Pra, edhe ti preferon që për të marrë një legjitimim qoftë